Manastiri Zvërnetësit, një nga destinacionet që njeh numër të lartë turistësh, edhe në këtë ditë të parë të muajit maj, zona është vizituar nga 10 qindra turistë kryesisht të huaj. Nuk mungojnë nga Olanda, Franca apo edhe vende të tjera europiane që gjatë qëndrimit për disa ditë pushime në Shqipëri, në agjendën e tyre kanë patur edhe një ndalesë në Manastirin e Zvërnetësit. Për këtë të fundit është një nga vendet më të bukura që kanë vizituar në Shqipëri, duke nisur nga vetë manastiri, por edhe ndërthurja fantastike mes detit dhe malit. Jam nga Gjermania, po është hera ime parë këtu. Keni një vend shumë të bukur që të ofron gjithçka, nga klimat e ushqimi. Pastaj ky vend këtu në manastir fantastik. Kam mbetur e surprizuar. We are from France, our first time here in Albania. Jam nga Franca, është hera ime e parë këtu. Tashmë nuk është një sezon i lartë, nuk ka shumë rrëmuj dhe mua kjo më pëlqen. Ndërsa këtu kam mbetur i surprizuar. Edhe unë jam nga Franca, më pëlqen. Fatmirësisht ndryshe nga vendet e tjera, këtu kisha është hapur dhe kjo më jep kënaqësi, pastaj pam edhe një vend shumë të bukur. Jam nga Holanda, është hera ime e parë në Shqipëri dhe po më pëlqen shumë. Vendi është mikpritës ndërsa kam mbetur i surprizuar, një klim e mirë dhe një ndërthurje shumë e bukur mes manastirit dhe natyrës. Ne jemi një grup që vim nga Holanda dhe po na pëlqen shumë kjo gujt. Edhe ne jemi nga Holanda, kemi qëndruar këtu për 6 ditë, ndërsa sot do të largohemi. Çfarë zone këtu mes detit dhe malit, shumë e bukur. Kemi parë edhe disa qytete tjera në Shqipëri, si Tirana, Gjirokastra, Berati, ndërsa sot ndodhemi këtu. Përfundimisht themi se do të rikthehemi patjetër në Shqipëri. Manastiri Zvërnetësi dhe Vlora, një nga destinacionet e preferuara për të huajt. Zvërnetësi për çdo vit regjistron rritje të numrit të turistëve, trend i cili po vijon edhe këtë vit.